Përshëndetje të nderuar teleshikues, ja ku takuam sërish në këtë edicion informativ, ku në vemi juftoj që të ndiqni informacionet e përgatitura. Në Strasburg është zhvilluar mbledhja e Komitetit të Stabilizim Asociimit Shqipëri-Bashkimi Evropian, ku në qendër të diskutimeve ka qenë procesi i integrimit evropian, forcimi i institucioneve dhe lufta kundër korrupsionit. Eurodeputetja Kiara Gema deklaroi se Shqipëria mund të bëhet anëtare me të drejta të plota të BE-s vetëm nëse garanton institucionet të besueshme, ndërsa opozita shqiptare ngriti kritika ndaj qeverisë për gjendjen e shtetit ligjor dhe pretendoi se qëndrimet e saj u mbështetën përmes 35 amendamenteve në Parlamentin Evropian. Rruga Europiane e Shqipërisë dhe përmbushja e standardeve të Bashkimit Evropian kanë qenë në fokus të mbledhjes së Komunitetit të Stabilizim Asociimit në Parlamentin Evropian zhvilluar në Strasburg. Eurodeputetja Kiara Gema vlerësoi rolin e Shqipërisë në rajonin e Ballkanit Perëndimor, duke theksuar se vendi ka treguar angazhim për forcimin e marrëdhënieve me Bashkimin Evropian dhe për stabilitetin rajonal. Sipas saj, Shqipëria nuk konsiderohet më vetëm një vend kandidat, por një partner që mund të japë kontribut në sigurinë dhe qëndrueshmërinë europiane. Ne duam që Shqipëria të bëhet anëtare me të drejta të plota e Bashkimit Evropian. Kjo është shumë e rëndësishme, por kjo mund të ndodhë vetëm nëse ka institucione të besueshme, deklaroi Gema. Në të njëjtin takim, deputeti i Partisë Demokratike Gazmend Bardhi vendosi në qendër të fjalës së tij çështjen e shtetit ligjor, duke deklaruar se prova kryesore e institucioneve është momenti kur drejtësia duhet të veprojë ndaj zyrave të larta. Bardhi përmendi rastin e ish-zëvendës kryeministres Belinda Balluku, duke pretenduar se shumica parlamentare përdori votën si mburojë politike pas kërkesës së SPAK për vijimin e procedurave ndaj saj. Sipas kreut të grupit parlamentar të PD-s në Shqipëri mbetet problem ndërhyrja e politikës në proceset e drejtësisë dhe mungesa e zbatimit të njëjtë të ligjit për të gjithë. Në fjalën e tij, para eurodeputetëve, Bardhi ngriti gjithashtu akuza për mënyrën se si po trajtohet lufta kundër krimit të organizuar dhe pastrimit të parave, duke pretenduar se sektorë si ndërtimi dhe turizmi mund të përdoren për investime me burime të dyfishta financiare. Ndërkohë, opozita bëri të ditur se qëndrimet e saj në Komitetin e Stabilizim Asociimit janë pasqyruar në 35 amendament të mbështetura nga eurodeputetët. Sipas deklaratës së opozitës, ky votim tregohet se integrimi evropian nuk mund të mbështetet vetëm te deklarata politike, por kërkon reforma konkrete, rezultate të mundshme dhe përgjegjësi institucionale. Opozita theksoi se amendamentet lidhen me fusha si sundimi i ligjit, pavarësia e drejtësisë, mbrojtja e pronës, konkurrenca e ndershme dhe funksionimi i institucioneve. Nga ana tjetër, deputetët socialistë u akuzuan nga opozita se kanë kundërshtuar këto ndryshime duke vendosur sipas saj interesat partijake mbi ato kombëtare. Diskutimet në Parlamentin Evropian vijnë në një periudhë kur reforma në drejtësi, lufta kundër korrupsionit dhe forcimi i institucioneve mbeten ndër kriteret kryesore për avancimin e Shqipërisë drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Protesta qytetare në Tiranë ka hyrë në ditën e saj të 40 me qytetarë që pritet të mblidhen sërish përpara kryeministrisë për të kërkuar ndryshim politik. Për më shumë se një muaj, tubimet kanë vijuar çdo mbrëmje me thirrje kundër qeverisë dhe kërkesë për dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama. Organizatorët deklarojnë se lëvizja do të vazhdojë deri në përmbushjen e kërkesave të tyre. Protesta qytetare në Tiranë ka shënuar sot ditën e 40 të saj, duke u shndruar në një nga lëvizjet më të gjata të këtij lloji në vitet e fundit. Për 4 javë radhazi, qytetarët janë mbledhur çdo mbrëmje përpara kryeministrisë duke përsëritur kërkesat për largimin e kryeministrit Edi Rama dhe ndryshime në mënyrën e qeverisjes. Edhe gjatë mbrëmjes së kaluar, pas grumbullimit në bulevard, protestuesit kanë vijuar marshimin në rrugët e kryeqytetit, duke ndaluar fillimisht përballë Kuvendit dhe më pas përpara selisë së Partisë Demokratike, ku kanë drejtuar kritika edhe ndaj opozitës me thirrje kundër saj. Në këto 40 ditë protesta është shoqëruar me një sër kauzash dhe akuzash nga qytetarët, të cilët kanë ngritur shqetësime për korrupsionin, përdorimin e fondeve publike, largimin e të rinjve nga vendi, si dhe problematikat në shëndetësi e arsim. Një nga çështjet më të debatuara ditët e fundit ka qenë vendimi i qeverisë për të akorduar rreth 4 milion euro për organizimin e koncertit të Kanye West, fond që sipas protestuesve duhet të përdorej për prioritete të tjera publike. Organizatorët kanë deklaruar se protesta mbetet një lëvizje qytetare dhe jo partijake, duke theksuar se mobilizimi do të vijojë pavarësisht kalimit të kohës, temperaturave të larta dhe lodhjes.
Edhe sot në ditën e 40 të protestës, qytetarët pritet të rikthehen sërish përpara kryeministrisë me kërkesën që ka shoqëruar këtë lëvizje që nga nisja e saj, dorëheqjen e kryeministrit dhe ndryshimin e kursit politik të vendit. Kryeministri i Partisë Demokratike Sali Berisha ka reaguar për ndalimin në pikën kufitare të qafthanës të 3 deputetëve të koalicionit shqiptar Vlen në Maqedoninë e Veriut, duke e cilësuar ngjarjen si një incident me pasoja politike dhe diplomatike. Berisha ka kritikuar gjithashtu deklaratatë e kryeministrit Edi Rama për mbajtjen e samitit të ardhshëm të NATO-s në Tiranë, si dhe vendimin e qeverisë për akordimin e miliona eurove për koncertin e Kanye West. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka reaguar për disa prej zhvillimeve të fundit politike, duke nisur me incidentin e regjistruar në pikën kufitare të qafthanës, ku 3 deputetë të koalicionit shqiptar Vlen në Maqedoninë e Veriut deklaruan se nuk ju lejua hyrja në Shqipëri. Berisha cilësoi ngjarjen si një akt të rënd politik dhe diplomatik, duke akuzuar qeverinë shqiptare se ka cënuar marrëdhëniet me përfaqësuesit politik shqiptar në Maqedoninë e Veriut. Dje me urdhër të Edi Ramës nuk u lejuan të hynë në teritorin e Shqipërisë në kundërshtim dhe shkelje flagrante të marrëveshjeve ndërshtetërore me Maqedoninë e Veriut dhe konventat ndërkombëtare, 3 deputet të koalicionit partive shqiptare në Maqedoninë e Veriut Vlen, që të 3 me pasaporta diplomatike. Ata u trajtuan dhe u ndaluan sikur të ishin terroristë, armiq të kombit shqiptar dhe jo deputet të nderuar, përfaqësues të shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut, shqiptarëve të Maqedonisë Veriut dhe qytetarëve të këtij vendi, koalicionit Vlen dhe të gjithë deputetëve të tij. Partia Demokratike dënon me forcën më të madhe këtë akt të shëmtuar të Edi Ramës dhe ministrit të tij kukull antishqiptar të brendshëm. Lidhur me deklaratat e kryeministrit Edi Rama se Shqipëria do të presë samitin e ardhshëm të NATO-s, Berisha shprehu skepticizëm, duke thënë se nga përfundimet e takimit të aleancës nuk ka dëgjuar një konfirmim të qartë për zhvillimin e samitit në Tiranë. Ju e pat vetë në samit, e pat besoj apo jo. Aty ishte njeriu më i vetmuar, sharlatani më i damkosur, hokatari më i shpifur, që mendoj se me atletet e bardha, s'po përdor shprehjet që i meriton në këtë rast, do mund të tërhiqte vëmendje dhe tërhoqi vetëm për çmim. E vërteta është që në samitin e pashëm për 2027 ishte caktuar Tirana. Kjo e njohur. Por ka mbi 2 muaj që qarkullojnë zëra të ndryshëm. Unë nuk mund të komentoj. As se zhvillohet, as se nuk zhvillohet. Në konferencën për mediat, Kreu Demokratik kritikoi edhe vendimin e qeverisë për të përdorur 4 milion euro nga fondi rezerv për organizimin e koncertit të Kanye West. Fondi rezerv i Këshillit të Ministrave përdoret vetëm në emergjenca kombëtare, por Edi Rama ka shtruar fondin rezerv në llogarinë e tij personale. Nuk kam asgjë kundër koncertit të tij. Nuk pranoj kurrë që ai të bëhet me paratë e takspaguesve shqiptar. Deklaratat e Berishës vijnë në një kohë kur opozita ka intensifikuar kritikat ndaj qeverisë për vendimarrjet e fundit, ndërsa mazhoranca ka mbrojtur qëndrimet e saj, duke argumentuar se vendimet janë në interes të vendit dhe ekonomisë. Drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit Skënder Hita ka sqaruar incidentin e ndodhur në pikën kufitare të qafthanës pas pretendimeve se 3 deputetëve të koalicionit shqiptar Vlen nuk ju lejua hyrja në Shqipëri. Sipas tij, deputetët kishin të drejtë të kalonin kufirin, por vendosën të ktheheshin pasi një person që i shoqëronte nuk dispononte dokumentacionin e nevojshëm për të hyrë në vend.
Drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit Skënder Hita ka reaguar lidhur me incidentin e regjistruar në pikën kufitare të Qafthanës, ku raportua se 3 deputetë të koalicionit shqiptar vlen nga Maqedonia e Veriut nuk ju lejua hyrja në territorin shqiptar. Hita sqaroi se problemi ka lindur me personin e 4 i cili shoqëronte deputetët dhe nuk dispononte dokumentacionin e nevojshëm për të kaluar kufirin. Policia e Shtetit dhe Policia Kufitare është garanti zbatimit të ligjit dhe për këtë arsye dija në pikën kufitare të Qafthanës janë paraqitur 4 shteta me qëllim për të kaluar 3 prej tyre dispononin edhe pasaporta diplomatike dhe u është bërë me dije që ata mund vazhdonin udhëtimin dhe të ecnin, por një person i shoqëruar së bashku me ta, i cili kishte pengesa të lishme në kufi, nuk ka mundur të udhëtoj drejt Republikës së Shqipërisë. Në këtë kuadër, të 4 personat nuk kanë pranuar që të vazhdojnë, pra dhe 3 tjerë nuk kanë pranuar të vazhdojnë udhëtimin dhe janë kthyer për në Maqedoninë e Veriut. Prandaj nuk është rast që është i veçuar apo izoluar, kjo është puna përditshme e policisë kufitare. Ne zakonisht mesatarisht në vit, për gjatë vitit 2025 kemi kthyer dhe persona tjerë në 625 raste. Edhe gjatë këtij 6 mujorit parë kemi të evidentuar dhe të kthyer persona në 425 raste të tjera, kështu që kjo është një punë e përditshme dhe nuk ka ndonjë vend për panik apo të thuash që policia nuk ka qenë prezente dhe për të kryer detyrën e saj. Ndërsa për rastin e dhunës ndaj të miturës në Fier, Hita u shpreh se ka nisur ndjekja penale ku njëra nga vajzat është arrestuar, ndërsa për njërin nga punonjësit e policisë kanë marrë masën e përjashtimit nga detyra. Kjo video që është transmetuar në rrjetet sociale dhe në platformat e tjera është vërtet një video e rëndë ku shiten disa të mitura që kryenin veprime dhunshme ndaj një personi tjetër dhe për këtë arsye që në datë 9 qershor policia ka kryer veprimet procedurale dhe ka referuar rastin në prokurori. Më pas, gjatë veprimeve hetimore që janë zhvilluar në vazhdimsi së bashku me prokurorin, ka vazhduar ndjekja penale, njëra, siç e kemi bërë me dije edhe më parë, njëra nga gocat ka pasur rast të përsëritur dhunë dhe është arrestuar ditët në vijim, por hetimi s'ka ndaluar këtu. Me hetimin ka rezultuar i përfshirë edhe një punonjës policie më vonë, për të cilën e kemi marrë masën e pezullimit nga detyra. Në vijim Hita u shpreh se policia e shtetit do të vijojë të përmbushur me vendosmëri detyrën kushtetuese për mbrojtjen e jetës, pronës, rendit publik dhe interesit të vendit në bashkëpunim të ngushtë me qytetarët, bizneset, institucionet dhe partnerët ndërkombëtar. Në gjykatën e posaçme është zhvilluar seanca e radhës ndaj presidentit të Partisë së Lirisë Ilir Meta dhe ish deputetes Monika Kryemadhi, të akuzuar për korrupsion, pastrim parash dhe fshehje pasurie. Të dy kanë qenë të pranishëm në sallën e gjyqit, ndërsa mbrojtja ka ngritur pretendime për mungesë të disa akteve dhe ka kërkuar përjashtimin e disa provave nga procesi. Në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar është zhvilluar seanca e radhës e procesit gjyqësor ndaj kreut të Partisë së Lirisë Ilir Meta dhe ish deputetes Monika Kryemadhi. Çështja lidhet me akuzat për korrupsion, pastrim parash dhe fshehje pasurie për të cilat ata po përballen me drejtsinë. Në sallën e gjyqit kanë qenë të pranishëm të dy të pandeurit. Ilir Meta është përfaqësuar nga avokati Bujar Musta pas ndryshimit të mbrojtjes ligjore, ndërsa gjatë seancës ai ka pretenduar se nuk janë vënë në dispozicion të gjitha aktet e dosjes. Nuk më janë vënë në dispozicion të gjitha aktet me qëllim që procesi të zhvillohet në një kohë sa më të shpejtë, ka deklaruar Meta. Nga ana tjetër, gjykata ka bërë me dije se materialet hetimore kanë qenë të disponueshme prej kohësh, por sipas saj mbrojtja ka refuzuar marrjen e tyre. Avokati Ilir Metës ka kërkuar që disa materiale të mos përdoren si prova në proces, mes tyre mesazhe telefonike, dëshmia e të ndjerit Dritan Prifti, si edhe intervistat e Vojsava Ismailajt dhe Ervis Matës. Mbrojtja ka kërkuar gjithashtu marrje në pyetje të dëshmitarit Josef Hejsek, ndërsa Meta ka pretenduar se intervista e Vojsava Ismailajt është dhënë pas një komunikimi me mesazh, duke kërkuar që ajo të dëshmojë në gjykatë. Për pyetjen e një prej dëshmitarëve, Adrian Shatku, mbrojtja ka kërkuar që marrja e dëshmisë të kryhet përmes letërporosisë. Procesi gjyqësor vijon me shqyrtimin e kërkesave paraprake të palëve dhe qëndrimeve të mbrojtjes lidhur me administrimin e provave.
Një krim i rënd brenda familjes ka tronditur pas ditën e sotme në qytetin e Shkodrës, ku një 62 vjeçar dyshohet se ka vrarë me armë gjahu bashkëshorten e tij, 55 vjeçare. Ngjarja ndodhi në lagjen Mark Lula, ndërsa policia ka arrestuar autorin e dyshuar dhe ka sekuestruar armën e krimit. Grupi hetimor po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe motivit të ngjarjes. Një ngjarje e rëndë ka tronditur qytetin e Shkodrës, ku një grua ka humbur jetën pasi dyshohet se u qëllua me armë zjarri nga bashkëshorti i saj. Ngjarja është regjistruar rreth orës 13:30 në lagjen Mark Lula në unazën lindore të qytetit. Sipas informacioneve paraprake të policisë, shtetasi me iniciale SZ 62 vjeç dyshohet se ka qëlluar me armë gjahu bashkëshorten e tij, shtetasen me iniciale BZ rreth 55 vjeç, duke i shkaktuar vdekjen e menjëhershme. Pas marrjes së njoftimit, shërbimet e policisë kanë mbërritur në vendngjarje dhe kanë bërë të mundur kapjen e autorit të dyshuar, i cili është shoqëruar në komisariat për veprime të mëtejshme procedurale. Në vendin e ngjarjes është sekuestruar edhe arma e zjarrit, e cila dyshohet se është përdorur në kryerjen e krimit. Sipas të dhënave paraprake, ngjarja dyshohet se ka ndodhur pas një konflikti për motive të dobta mes çiftit, ndërsa hetuesit po punojnë për të zbardhur dinamikën e plotë të saj. Grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë vijon mbledhjen e provave dhe marrjen në pyetje të personave që mund të kenë ndjeni për rrethanat e krimit. Një konflikt mes dy personave në Korçë përfundoi me plagosjen e rëndë të një 42 vjeçari me thik. I dëmtuari u paraqit në spital me mjetin prerës ende të ngulur në qafë dhe për shkak të gjendjes së rëndë pritet të transportohet drejt spitalit të traumës në Tiranë. Policia ka arrestuar autorin e dyshuar dhe po heton rrethanat e ngjarjes. Një konflikt i ndodhur paraditën e së njëjtës në qytetin e Korçës ka përfunduar me plagosjen e rëndë të një 42 vjeçari, i cili u godit me thik në pjesën e qafës. Sipas informacioneve paraprake, ngjarja ka ndodhur rreth orës 11:30 në lagjen numër 14 të qytetit. Policia bën me dije se gjatë një konflikti për motive të dobta, shtetasi me iniciale GR, rreth 54 vjeç, dyshohet se ka goditur me mjet prerës shtetasin me iniciale RJ, rreth 42 vjeç. I plagosur u transportua me njëherë në spital, ku mbërriti me thikën ende të ngulur në qafë. Mjekët i dhanë ndihmën e parë, ndërsa për shkak të dëmtimeve të rënda dhe rrezikut për jetën është vendosur transferimi i tij drejt spitalit të traumës në Tiranë për trajtim të specializuar. Burime spitalore bëjnë me dije se mjeti prerës ka prekur zonën cervikale. Sipas burimeve paraprake, i plagosur i dyshohet se vuan nga probleme të shëndetit mendor, ndërsa ky informacion mbetet pjesë e hetimeve dhe nuk është lidhur zyrtarisht me motivin e konfliktit. Menjëherë pas ngjarjes, shërbimet e policisë lokalizuan dhe shoqëruan autorin e dyshuar në ambientet e komisariatit të Korçës, ku po kryhen veprimet procedurale. Grupi hetimor vijon punën për dokumentin e plotë të rrethanave dhe motiveve të konfliktit, ndërsa pritet që dëshmitë dhe provat e mbledhura të hedhin më shumë dritë mbi ngjarjen. Një 84 vjeçar ka humbur jetën mesditën e së njëjtës në Korçë pasi dyshohet se u vethodh nga pallati ku banonte. Ngjarja ndodhi në lagjen numër 15 në Korçë. Ndërsa policia ka nisur hetimet për të sqaruar rrethanat, burime paraprake bëjnë me dije se i moshuari kishte humbur bashkëshorten pak muaj më parë. Sipas njoftimit të policisë, rreth orës 12:30 në lagje numër 15, shtetasi me inicialet AB 84 vjeç dyshohet se është vethedhur nga kati i 4 i banesës, duke humbur jetën në vendngjarje si pasojë e dëmtimeve të marra. Burimet paraprake bëjnë me dije se i moshuari jetonte i vetëm dhe se rreth 2 muaj më parë kishte humbur bashkëshorten. Sipas të njëjtave burime, ky mund të ketë qenë një faktor që ka ndikuar në gjendjen e tij emocionale, megjithatë motivet e ngjarjes mbeten ende të paqarta. Menjëherë pas sinjalizimit, shërbimet e policisë mbërritën në vendngjarje dhe nisën veprimet procedurale. Grupi hetimor po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave të rastit dhe për dokumentimin e tij. Të nderuar teleshikues, në vijim juftoj që të ndiqni parashikimin e motit për ditën e nesërme.
Territori shqiptar për datën 10 korrik 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme me dominim të kthjellimeve dhe intervaleve të gjata me diell në pjesën më të madhe të vendit. Gjatorëve të pasdites në relievet malore, lindore dhe juglindore rriten vranësira të lehta kalimtare, por pa reshje domethënëse. Paraditja do të jetë kryesisht me diell në të gjithë territorin, ndërsa në zonat e izoluara do të ketë vranësira të pakta kalimtare. Pasditja vijon me një mod të ngrohtë dhe të qëndrueshëm. Temperaturat minimale pritet të zbresin deri në 15 gradë Celsius, ndërsa maksimale do të arrijë deri në 35 gradë. Gjatë ditës pritet rreth 11 deri në 13 orë me diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ballë. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i lartë rreth 8 deri në 9. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 50 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 20:23 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 21 deri në 35 gradë Celsius. Kukës 18 deri në 32 gradë Celsius. Peshkopi 17 deri në 30 gradë Celsius. Tiranë 22 deri në 35 gradë Celsius. Durrës 24 deri në 32 gradë. Kavaj 23 deri në 32 gradë. Elbasan 21 deri në 35 gradë. Berat 22 deri në 35 gradë. Korçë 15 deri në 29 gradë. Florë 24 deri në 32 gradë. Gjirokastër 18 deri në 31 gradë. Sarandë 24 deri në 32 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 10 korrik 2026 do të karakterizohet nga një mod relativisht i qëndrueshëm me kthjellime dhe intervale të gjata me diell. Gjatë pasdites në disa zona malore mund të ketë vranësira kalimtare, por pa reshje të rëndësishme. Paraditja do të ketë mod kryesisht të kthjellët, ndërsa pasditja vijon me temperatura të larta dhe mod të qëndrueshëm. Temperaturat minimale pritet të zbresin deri në 14 gradë Celsius, ndërsa maksimale do të arrijë deri në 33 gradë. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i lartë rreth 7 deri në 8. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5, ndërsa perëndimi rreth orës 20:22 minuta. Temperatura minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 15 deri në 32 gradë Celsius. Podujev 14 deri në 31 gradë. Skënderaj 15 deri në 32 gradë. Pej 15 deri në 32 gradë. Prishtinë 15 deri në 33 gradë. Gjakov 16 deri në 33 gradë. Malishev 16 deri në 33 gradë. Gjilan 15 deri në 32 gradë. Ferizaj 15 deri në 32 gradë. Kaçanik 14 deri në 31 gradë. Suharek 16 deri në 33 gradë. Prizren 16 deri në 33 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur në këtë edicion informativ. Së bashku do të rishjemi në edicionet e ardhshme. Deri atëherë, miru takofshim.